Babai 11 vjeçarit plagosur në atentat reagon live 1 minutë vonesë, djali nuk do të jetonte më. Bardhi Demiraj, babai 11 vjeçarit që mbeti plagosur me armëzjarri nga atentati i para disa ditëve në Unazën e Madhe të Tiranës, ka reaguar ku ka treguar momentet e para të ngjarjes së rëndë. Përmes një mesazhi drejtuar drejtuesit e emisionit, ai ka thënë se fëmijët i mori ai nga vendngjarja dhe i dërgoi me automjetin e tij në spitalin e traumës. 1 minutë më shumë vonesë do të ishin fatale për 11 vjeçarin. Fëmijët i kam marrë dhe i kam dërguar tek spitali i traumës me foristradën time, po të prisja edhe 1 minutë më shumë vonesë, djali i vogël nuk do të jetonte më. Ishte me 2 plumba në trup dhe 2 në dorën e majt. Tani jemi në spital në Itali, ka thënë Bardhi Demiraj. Të njëjtën që kaloi një automjet Benz së klas me 4 persona, u qellua me breshëri armëve. Brenda mjetit ndodhej shoferi 34 vjeçar, 2 vëllezër 11 dhe 17 vjeç, si dhe një 19 vjeçar. Të gjithë mbetën plagosur, ndërsa 11 vjeçari është në gjendje të rëndë duke u trajtuar në Itali. Policia dyshon se atentatorët mund të kenë ngatruar shënjestër. Në momentet e para të atentatit ka qenë babai 2 djemve 11 dhe 17 vjeç, i cili udhëtonte me makinë tjetër, ai i cili mori fëmijët dhe i dërgoi tek trauma brenda një kohe shumë të shkurtër.